E trajtuar e ritrajtuar sërish nëpërmjet apelit të qytetarëve, problemi i mospastrimit të mbetjeve në qytet nuk ka gjetur ende një zgjidhje. Papastërtia në qytetin e Vlorës tashmë është normale, kosha e kontenier të mbushur, të tjerë të rrëzuar e dëmtuar. Situata mbetjeve të cilat kanë zaptuar rrugët është lehtësisht e dallueshme në të gjitha akset kryesore, dytësore dhe periferike. Nuk kanë munguar as rastet kur mbeturinat digjen në rrugë. Ndërkohë sërish qytetarët denoncojnë se pastrimi i rrugëve nga mbeturinat dhe mos koordinimi i punës për mirëmbajtjen e tyre rëndon kushtet e një jetese normale, për më tepër shton rrezikun për shëndetin e secilit prej nesh. Këllir. Pastrimi i dignitetit ja shikoni vetë, s'ka për të bërë as një koment. Duhet jetë sa më i pastër ambienti dhe afron dhe turizmi, që të rriqe më shumë turista. Dhe të zhvillohet dhe ekonomia e Vlorës së vendit tonë. Pamjet vlejnë më shumë se fjalët, është shumë i ndotur, ka plura, ka gjendja shumë keq. Mbeturinat urbane në shumë zona përbën një problem serioz në këtë stin, ku rritja e temperaturave kushtëzon një kujdes më të lartë për qytetarët, e më tepër për vizitorët që do të zgjedhin Vlorën për të pushuar. Shumë keq, shumë keq. S'ka ku të vej më keq. Vjen dhe sezoni turistik tani dhe asnjë gjë s'po bëhet. Rrugët janë shumë keq, në të tërë Vlorën, jo vetëm këtu. Te kjo pjesa nuk vjen shumë turist. Qyteti Vlorës vuan nga mosparvajtja kushteve higjieno-sanitare që përcaktojnë edhe shkallën e sigurisë të secilit prej nesh për të frekuentuar rrugët, plazhet apo ambientet të tjera publike.